Detarisë së Ulqinit. Këtu po shifni edhe vetë, ishte ndamu në 2 pjesë. Maketat e anijeve ulqinake dhe fotodokumentacioni nga familjet e ndryshme ulqinake. Une, pikës pari, për mos me arru, i falenderoj familjet ulqinake, të cilat tash 20 vite më përkrahin duke me ofruar dokumentet e tyre, duke me hapur, si themi, albumet e tyre, dhe që se bashku t'i bëjmë publike këta dokumente. Për shumicën dërmuese shqiptare, Ulqini është sinonim për detin. E si mos me qenë Ulqini kur komunitet, kur ka një kontinuitet të jetës që nga neoliti. Muret e kësaj kështjelle pa ndërprerje e rrahin valet e detit dhe nga ky det, këta njerëz kanë nxjerrë jetesën, buk e gjak. Shumë ulqinak kanë rrit trupin e për kuvertat e anijeve. Aty janë formu, janë burëru, madje kanë ndodhur që edhe zanin ja kanë thirrë shoqëshosit. Ata me të fortet e me fatlumet ktheheshin në shtëpi, të tjerët kthenin zemrat e nënave, nuseve, fëmijëve. Ulqini ka shumë legjenda lidhur me detin. Ulqinakët i këndojnë detit, por edhe shumë valle, ceremoni e adete i kanë të lidhura mu me detin. Ulqini, deti. Sa shumë histori detare e sa pak libra të shkruara për te. Autor ulqinak mund t'i ndrojmë në gishtat e dorës. Për shembull, Maksut Haxhi Ibrahimi sjell 2 vepra shtërruese për detarinë e Ulqinit me të dhëna faktike të mbledhura si në arkiva, ashtu edhe nga literatura tjera. Doktor Bahri Brisku sjell në mënyrë briljante letërsinë gojore të zonës së Ulqinit, duke na transmetuar në origjinal këngë, legjenda dhe çdo gjë që ka dalë nga gjeniu popullor. Doktor Uzhdiu Shaku bën shpjegime gjuhësore të folurës arkaike ulqinake, si dhe sqaron lidhjen e shumë të mundshme të disa personazheve nga legjendat që tregohen në Ulqin me heronjt e mitologjisë helene. Hajru Ulqinaku, edhe pse shkrimtar për fëmijë, na ka sjell veprën monumentale fjalorth i të folmes detare të Ulqinit. Është ky një fjalor unik ku gjenden fjalë të cilat janë harruar pothuajse fare. Gjithashtu nga i njëjti autor vijnë edhe libra publicistike me biseda të zhvilluara me kapitana, detar, peshkatar, ulqinak e që paraqesin një vlerë të çmueshme. Në këtë grup mund të fus edhe 2 albumet monografike me fotodokumentacion dokumentar të cilat i kam përgatitur unë. Ulqinakët padyshim kanë ndihmuar në ndërtimin e flotës, si të Shqipërisë, ashtu edhe të Malit Zi. Të dhënat për këto mund t'i gjejmë për të parën në librin e Zoti Beshirit, ndërsa për të tjetrin në të librit të Dinko Franetovicit. Me lejoni që me pak fjalë t'ju parafroj me fotodokumentacionin që është i ekspozuar. Aty mund të shihni anijet ulqinake të llojeve të ndryshme, si për shembull Marshalla Bilale, Urshaja Detit, Poskiqi, Marshalla Sulejmanie, Bukuria. Këto konsiderohen atnijet më të mëdha që kanë pasur ulqinakët. Gjithashtu të ekspozuara janë edhe diplomat e para për lundrime të gjata dhe ato bregore, të cilat i kanë pas Jakub Nimanbegu, gjithsesisht Ismail Hoxha. Vazhdojnë kontratat e blerjes e anijeve, domethënë ulqinak kanë blerë anije me data të ndryshme të shkruara në gjuhën osmane turke, është për anijen Uçello Dimare të Recep Bakallit, pastaj në gjuhën shqipe, Lulja Shkodrës të familjes së Emin Becit, por edhe në gjuhën slave, anija Bojana, të cilën e kishte blerë dikur Sul Karamanaga. Vazhdojmë me matrikla detare, të cilat kanë pasur këta detar, e që varësisht se në cilin port kanë qenë të regjistruar anijet e tyre, i kanë matriklat në gjuhën shqipe, slave apo italiane. Trimëritë dhe shkallësitë e veta detaret ulqinak i kanë provuar shumë herë. E këto madje edhe janë dokumentuar me medale dhe me diplomat të cilat i kanë marrë dhe flet falenderime të cilat i kanë marrë ulqinakët, të cilat kanë qenë pjesë e aksioneve shpëtuese të detarëve të vendeve të ndryshme. Ulqinakët jo vetëm në kohën e re, që punojnë anijet më të mëdha, siç e kemi rastin e kapitan Dudit këtu, që është me ne, por edhe para 100 vitesh kanë qenë shumë të kërkuar si detar të shkallët me kujpazhet e anijeve të ndryshme. Si për shembull, në një kohë kanë qenë të punësuar në jatin e mbretit të Egjiptit, dikon afro 15 ulqinak, 15-16 ulqinak. Kjo ekspozit është fryt
i grupit entuziast Ania Ilir Ulçinake, e cila ka dhënë për detyrë vetit që të punoj në drejtim të ngjalljes së traditës së lavdishme detare të Ulçinakëve. Me shpresë se shpejt do të hapet muzeu detar, ju ftoj që të kënaqeni me maketat dhe me panot e ekspozuara, si dhe me një koktel të cilin e ka përgatitur kuvendi. Ju lutem, ekspozita është e hapur.